përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në Syri Keqe dhe për ditën e sotme. Sapo ka startuar kështu programi i radhës tonë në Syri TV dhe në fakt jemi përgati sot që të flasim për një temë shumë të lezetshme që shpesh jo vetëm gjinia femërore, po edhe mashkullore kohë të fundit dhe më vjen shumë mirë për këtë fakt ndodh që të interesohet. Do flasim për dieta specifike për njerëzit që kanë krijuar kile nga pandemia, por megjithatë do flasim edhe për ushqime që na bëjnë të ndjehemi sa më mirë, duke qenë se Stina e pranverës, çeljes së lule dhe sapo ka arritur. Gjaku na vlon. Po mbi gjitha do na vloj më shumë tani sepse profesor doktor Anila Kalleshi është bërë superstar si gjithmonë dhe po më pret në klinikën e saj. Jemi në lidhje Skype dhe do mos bukurohet më shumë kjo studio, siç ndodh gjithmonë kur Anila Kalleshi më vjen këtu. Hello. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë që gjetë kohën që ti jesh pjesë e programit tim sot. Anila, ne folëm paraprakisht së bashku edhe në WhatsApp në lidhje me çfarë do flisnim sot, edhe unë në fakt mendova thash, njerëzit kanë shumë qejf që duke qenë se jemi në pranverë, duhet mendoj mosi të dinë se çfarë ushqimesh mbi të gjitha duhet konsumojnë, po nga ana tjetër edhe ka shumë njerëz, thash pa dallim gjinie, që kanë shtuar shumë peshk këto kohë. Mund të jetë si pasojë e pirjes së shpeshtë të alkoolit për të ikur pak nga rutina, po nga ana tjetër edhe e shumë ushqimeve, sepse njerëzit kanë patur shumë kohë të kaluar në shtëpitë e tyre, duke qenë se edhe karantina ka bërë të vetën. Anila, ti si je? Si fillim? Shumë mirë. Duke shumë bukur si gjithmonë. Si fillim parë se të fillojmë do të pyes pak ajo statuja mbrapa, se e pash që e kishe me merak të madh. Çfarë kuptimi ka? Është një femër që s'ka lidhje tek Anila Kalleshi. Nice. Kështu që po si shikoni, nuk e di nga televizion. Po. Si shikoni, jo, e kam mbuluar komplet më duke. Nga tjetër, Dhe është një femër e cila me shumë përpjekjeve arrin të gjejë formën e saj trupore. Unë në fakt përdor shumë shpesh sloganin tim të parë atë që brenda një femre fshihet një më e bukur. Dhe brenda çdo kujt fshihet një person tjetër që mund të ndryshojë, mund të sistemohet, mund të rregullojë disa imperfeksione që mund të ketë. Patjetër. Nga ana tjetër unë shoh që duket edhe ajo pajisja shumë e lezetshme që ti shpesh reklamon në fakt, jo vetëm në Instagramin tënd, po e kam parë pothuajse në çdo Instagram të gocave të bukura, jo vetëm në Shqipëri, por ndoshta edhe më tej, që do psohet dynjaja atje. Edhe juve që jeni kurioz, i gjiro të shpejt tek Anila Kalleshi Center, edhe do shikoni jo vetëm këtë ambient që shikoni tani, por nga ana tjetër do bëhet nami, sepse ka shumë gjëra të bukura atje që mund t'ju bëjnë jo vetëm më të bukur, por më të shëndetshëm mbi të gjitha. Anila, nisim, edhe flasim pak në lidhje me ushqimet që njerëzit konsumojnë gjatë sinës së pranverës. Kemi në fakt në këtë periudhë historikisht, në çdo vit, jo vetëm tani në periudhën e pandemisë, por në çdo vit kemi folur kilogramet e marrë gjatë festave të fundit vitit. Natyrisht tani shikojnë të gjitha gabimet që janë bërë gjatë vitit, jemi më të zhveshur, lehtësohemi nga pantot, nga gjukat dhe trikot dhe fillojmë të nxjerrim më pak gabimet që kemi bërë gjatë vitit. Por jemi në një periudhë fantastike do të thoja, sepse tani ushqimet janë më të lehta, kanë më pak kalori, janë lehtësisht më të tretshme nëse ne nuk gabojmë në përzgjedhjen e tyre. Në këtë periudhë në fakt lagërishtet do të ishin një zgjidhje fantastike për të rregulluar fillimisht sistemin tretës, sepse çdo problem fillon nga sistemi i tretës. Ne shohim konsumojnë ndoshta edhe fast food, junk food dhe në fund fare kanë forma trupore perfekte do thoja. Kjo nuk do të thotë që ata nuk gabojnë në përzgjedhjen e tyre, natyrisht, sepse këtë pasohen me sëmundje dhe probleme të tjera, ose me kalimin e viteve do të shfaqet problematikat që ndoshta në atë periudhë nuk janë shfaqur, por mund të kenë një metabolizëm hiperaktiv ndoshta. Por gjithsesi do themi që personat të cilët ushqejnë në mënyrë të gabuar, ata që marrin shumë yndyrë të ngopura, kripra të shtuara, konservant, aromatizues, hormone, pra ushqime të procesuara, patjetër që shoqërohen me shtime në peshë dhe me forma jo të rregullt trupore. Pikërisht për këtë, për të rregulluar sistemin tonë tretës, aty ku pjesa më e madhe e sëmundjeve do të themi kanë bazën e tyre, fillesin e tyre në zonat tona, por gjithashtu dhe mbi peshët dhe nën peshat, patjetër që një mos funksionim i mirë i sistemit tretës mund të shoqërohet me shtimin në peshë ose me problemet e tjera të nën peshës ndoshta. Ndaj një sistem tretës i shëndetshëm, patjetër që do të ishte një vlerë e shtuar në organizmin tonë, kështu që le të marrim të rregullojmë këtë sistem tonë tretës duke përmirësuar në ushqimet që janë festinës. Cilat janë? Po. Lagërishtet janë shumë të mira, por për të zëvendësuar mishin median, prosciutto, sallamen, yndyrnat e ngopura, fasunet janë një tjetër element fantastik.
Të gjitha pishtatorët në fakt në sjellin proteina bimore shumë të shëndetshme, por dhe vitamina dhe minerale esenciale të cilat janë mjaft të rëndësishme për të konsumuar. Na nevojiten shumë antioksidantë për të luftuar radikalet e lira dhe më mirë se askush frutat e pyllit janë të jashtëzakonshme, manaperat, leshtyvet, boronicat, mjetrat janë elemente fantastike me shumë pak kalori dhe me shumë vlera antioksiduese të jashtëzakonshme. Mos harrojmë pa përmendur që duhet të jemi shumë të kujdesshëm me sasinë e lëngjeve që ne konsumojmë. Ne shumë shpesh harrojmë të konsumojmë ujë dhe është shumë e këshillueshme për të gjithë që të konsumojnë ditur 30 ml për kilogram të peshës trupore. Natyrisht kjo është variabël, nëse ne bëjmë aktivitet fizik, nëse ne kemi një punë të ekspozuar në diell, patjetër që na duhet të sheh pak më shumë ujë për të konsumuar. Por bëjnë një gabim shumë i madh me njerëzit të cilët në vend të ujit konsumojnë lëngje frutash. Unë kisha sapo pata një kliente e cila rastësisht i shpëtoi goja dhe më tha që konsumonte 5 kg karrota në ditë të shtrydhura si lam në vend të ujit që të pishëm që duhet të pinte. Natyrisht kjo është ne gjithmonë themi edhe unë nëse konsumojmë me tepëric nuk është i shëndetshëm për organizmin tonë, por natyrisht kur ne zëvendësojmë të me fruta apo me perime të cilat përmbajnë shumë karbohidrate, patjetër ne do marrim karbohidrate me shumicë, s'do marrim fibra fare, dhe do marrim natyrisht edhe peshë të tepërt trupore. Patjetër, në fakt diçka që kam vënë re, kam njohur dhe unë njerëz, me që flasin për njerëz, por ne s'përmendim emra sigurisht, por flasim për raste, që më thonë shpesh që ore nuk ha fare, thjesht fryem tërkohës, edhe në fakt mua tak ping më bie në mendje ajo ideja e testit që ne bëm së bashku, si quhet intoleranca ushqimore. Edhe që unë vajte atëre, nuk isha flok atëre, kur shkova te Anila që më preu, po më dolën pak, kështu që mjaftonte që unë të bëja testin, edhe në fakt vura re që ishin fiks ato ushqime që unë e kisha në mendjen time që në fakt sa që i konsumoja më frynin, edhe më bënin të ndjesha sikur rëndohesha, edhe sikur isha fiksa ndjesja e fryrjes. Kështu që përpos kësaj kam përshtypjen që edhe këto lëngjet kam dëgjuar edhe mama tona thon shpesh, më mirë nuk ka më mirë sa të pish gjithkohës lëngje frutash në vend të ujit i pish, po në fakt ja që nuk qen ka tash gjë e mirë, kështu që çdo lloj lëngu kam përshtypjen edhe sipas asaj që po thotë doktoresh Anila Kalleshi, ka të rëndësinë vetë duhet në masën e duhur, gjithçka që është jashtë mase prish punë. Po Anila. Referuar Harvard Medical School, pjatat e shëndetshme natyrisht përmban jo më shumë se 5 deri në 8 fruta dhe racione porcione fruta dhe perime të ndryshme. Dhe nëse ne konsumojmë me shumë nisë, patjetër që vlerat e tyre janë llogaritur me 100 gram dhe në kilogram, kështu që çfarëdo që ne konsumojmë me tepërisë patjetër që është e dëmshme. Ju përmendëm testin e intolerancës ushqimore. Natyrisht kam jo persona të cilët kanë një ndjeshmëri të theksuar ndaj disa ushqimeve të cilat mund të jenë të dëmshme për organizmin tonë. Patjetër çdo kush nga ne ka provuar në një moment të vetë, ka konsumuar një gotë qumësht apo ka konsumuar një frut apo një perime e cila mund të ketë shkaktuar probleme të ndryshme, si kapsut, diare, ndoshta spazma të ndryshme, kolika të ndryshme, pra kapsukun dhe shumë patologji të tjera të cilat lidhen me ndjeshmërinë ushqimore. Kështu që çdo kush do të ishte shumë mirë të dinte para shumë dhënie uniksegjit. Dhe për secilin do të ishte shumë mirë që të merrte vesh dhe të arrinte të kuptonte se cilat janë ushqime ndoshta që mund të ndikojnë në një periudhë të caktuar të jetës tyre negativisht, duke në vend që të përmirësojnë shëndetin e tyre, mund të shkaktojnë një frymënim të metabolizmit apo çështjeve problematikave të tjera siç përmendëm më parë. Patjetër, në fakt kjo puna e metabolizmit është shumë e çuditshme, sepse sërish kthehem tek ajo që po thoja, ka njerëz që han pak, po thonë që të paktën kështu thonë, që han pak, edhe thonë nuk e di, vetëm ajër marr dhe shëndoshem gjithkohës. Gjë që një njerëz të tjerë që han pafund, kur vjen puna edhe junk food, edhe sufllaqe dhe pica tërkohës, dhe kur vjen puna e kanë belin kaq. Mirë po shtojnë në vende të tjera, po ama duken seksi. Nuk e di, Anil, ti si mendon, kjo puna e metabolizmit është genetike, kam përshtypjen, edhe me moshën si bëhet metabolizmi? Janë disa faktorë që çojnë ato në peshje, themi ose në ato forma trupore që ti thua perfekte, por që unë nuk mendoj se mund të jenë perfekte nëse ti do konsumosh vazhdimisht fast food, patjetër që nuk mund të jesh perfekt sepse kjo mekanizmi e vitrit do të konvertohet në probleme shëndetësore, por natyrisht edhe në ndryshime në forma trupore. Natyrisht personat të cilët janë të dobët në një periudhë të caktuar kohe mund të jetë faktori gjenetik, por mund të jenë edhe probleme hormonale. Mund të jetë gjendra tiroide e cila të bën të humbasë shpesh. Diabeti mund të humbasë shpesh. Mund të kenë parazitë të ndryshëm në organizëm të cilët nuk e lejojnë personit të shtojë peshë. Kështu që janë disa faktorë, jo gjithmonë personi që është i dobët mund të jetë i shëndetshëm, ose personi që
patrupore. Natyrisht me kalimin e viteve ndryshon shumë gjërat, hormonet e estrogjenit patjetër tek femrat pas vizetave ku kemi probleme me hormonin e estrogjenit mund të shkaktojë shtimin në peshë. Po kështu dhe faktorë tjerë. Tashmë ne kemi parë që sëmundjet kronike janë shumë prezente. Themi shumë persone janë të diagnostikuar sot në këtë periudhë me tiroide. Dhe gjendja e tiroides shfaqet në dy forma, në shtim peshe ose në humbje peshe. Kështu që jo gjithmonë që ti mendon në fast food apo kanë fatin, ndoshta gjenetikisht të jenë në një periudhë të caktuar të jetës tyre të jenë elegant, mund të jenë historikisht në këtë mënyrë. Patjetër. Në fakt duhet të Patjetër, po duhet edhe të sqarojmë diçka, për shembull ka njerëz që sërish unë njoh që janë po themi në një moshë mbi të 40-at, edhe kanë shtuar në peshë, po themi kohët e fundit. Mirë po është gjithmonë kjo tendenca që thonë që okay, jam shëndoshur shumë, do të filloj një dietë. Mirë po ka njerëz që bëjnë dieta drastike të tipit do ha vetëm një sallatë në drekë edhe nuk ha më gjithë ditën, mund të pi një çik kos në darkë, ose të ha një çik kos në darkë, se kjo dilema e kosit kur nuk u zhvillua. Po çfarë mund të këshilloj këtyre njerëzve Anila? Do të thonë njerëz që janë mbi të 40-at, po them edhe që kanë shtuar në peshë, edhe marrin përsipër që të bëjnë vetë dieta. Unë për shkak ka gjithmonë kundër kësaj idesë që të bësh dieta sipas mendjes tënde, sepse me çka mësuar edhe nga doktor Anila, çdo njeri e ka të përcaktuar, po themi organizmin, edhe dieta duhet jenë kam përshtypjen shumë individuale, po? Po, ashtu është. Ne jemi unik, edhe unë përcaktoj trupin si një makinë e mirë, domethënë. Le të themi një makinë e klasit të lartë, domethënë një Porsche, një Ferrari ndoshta. Nëse nuk ka karburantin në rregull, nuk mund të eci, nuk mund të punojë dhe të funksionojë mirë, edhe pse është Ferrari. Pra nëse ne i vëm një karburant të keq brenda, ajo nuk mund të ecë mirë. Por natyrisht ka nevojë për ujin, ka nevojë për vajrën, për shumë gjëra për të funksionuar dhe për të arritur vlerën maksimale të fuqisë motorike të saj. Kështu që edhe organizmi ynë, nëse ne nuk japim ushqim të shëndetshëm, patjetër që ai do marrë nga energji e akumuluara, por do dobësohet shumë dhe do krijojë probleme dhe deficienca. Duke hyrë në sajtë makronutriente dhe në mikronutriente, është në një ekonomi. Nëse në të dyja, makro dhe mikroekonomia nuk funksionojnë në një vend, edhe ekonomia e vendit nuk do të funksionon, siç është këtu tek ne. Edhe për lëndët ushqyese që trupi ka nevojë, pra mikronutrientet dhe makronutrientet patjetër duhet jenë të lidhura ngushësisht. Nëse ne i japim një ditë një hormon dhe një dot shumësh, dhe i lëm nëse një rritëm, ku i kemi marrë karbohidratet, yndyrnat, proteinat, vitaminat dhe mineralet të cilat merren nga larmishmëri ushqimesh. Pra ne kemi krijuar të deficienca. Dhe ndoshta këto deficienca nuk shikohen për një javë, për 2 javë apo për 3 javë, por me kalimin e disa muajve patjetër këto deficienca do të jenë prezente, duke shkaktuar anemi, duke shkaktuar plagështi, lodhje, pagjumësi, rrafëzim të syve, këputje dhe shumë probleme të tjera. E kuptova. Domethënë nëse flasim Jo, unë mendoj që duke qenë unik, natyrisht ne kemi nevojë për një dietë të mirë balancuar, të shoqëruar shumë me aktivitet fizik, me menaxhim të stresit dhe me shëtitje, pse jo, me miq tanë. Me Anila, po ky stresi si menaxhohet thuaj, se zakonisht dynjaja mbi 40 në Shqipëri kanë stres edhe kur s'ka për të pas stres. Ky menaxhimi i stresit si bëhet këtyre? Ky është e lehtë, më ke bërë edhe një herë të pyetje. Menaxhojmë stres. Natyrisht duke pasur parasysh që një sër patologjisë dhe probleme shëndetësore shkaktohen nga stresi, duke filluar tek kanceret dhe tek sëmundjet të tjera, diabeti dhe një sër problemesh të tjera që kanë shkaktar bazë stresin, duke njohur këto problematika, unë mendoj që çdo kush nga ne duhet të ndërgjegjësohet dhe të fillojë të mendojë se si duhet të gjejë taktika dhe mënyrat e duhura për të menaxhuar stresin, duke qëndruar me miq, me njerëz dashamirës, duke larguar më larg njerëz të cilët na shkaktojnë konflikte, probleme, na shkaktojnë presion, trysi. Këta njerëz duhet të shmahin nga ide, dhe natyrisht të përshina pse jo, të cilët do na ndihmonin mirë për të shkallur stresin. Flasim për çokoladën një deri në kallë të vegjël, do të ishte mjaftueshëm për të na dhënë nivelet e serotoninës, ato që janë shumë të rëndësishme për të na aktivizuar hormonin e lumturisë, edhe pse jo për të menaxhuar stresin. Bukur, a ka ushqime specifike, ndoshta kemi folur edhe këtë, po ndoshta edhe njerëz ka ata që s'kan parë. Ka ushqime specifike që të ndihmojnë që të ulësh në nivelet e stresit dhe të rrisësh serotoninën?
Ta dyshim që ka. Frutet e tata, për shembull, janë një bazë e shkëlqyer e magnezit, zinkut dhe selenit. Janë 3 elemente shumë të fuqishme të cilat na ndihmojnë për të menaxhuar stresin, por natyrisht edhe për të zhvilluar përqendrimin, koncentrimin, për të qenë më në alegri. Me njerëzit, kështu që frutet e tata janë shumë të mira, por në rastin kur i duam të humbasim peshë, ato na japin shumë kalori në fakt, por na japin kalori në mënyrë të shëndetshme. Gjithsesi, të zgjesh kokra bajane në ditë, 2 kokra ara, lajthi, pse jo, do të ishte shumë të mira për të marrë acidin yuror omega 3 që i bëjnë shumë mirë trurit dhe natyrisht ta ndihmojnë për të menaxhuar stresin, por edhe për aktivitetin trupor, përsëri do jenë shumë të mira, por gjithmonë duke kontrolluar sasin e tyre. Bukur shumë, ja ku morëm të informacionet të lezetshme. Sot, përpara se ta mbyllim, doktoresha Anila, unë kam qejf të pyes pak, jam i bindur që tani do bëhet nami, edhe ndoshta ka filluar akoma do të bëhet nami tek qendra jote, edhe vinë gotë dhe çuna kanë përshtypjen që duan të opsone dhe duken bukur në plazh. Nuk e di si mund ta më jep një përqindje të stinëve, si ndodh zakonisht, kur bëhet nami aty tek Anila Kalleshi Center. Të them të drejtën, deri para pandemisë ka qenë në çdo muaj ka qenë pothuajse Plot. Por jashtim flasim për muajt e verës patjetër që ndihet një shtim i jashtëzakonshëm i numrit të personave të cilët kanë nevojë, jo vetëm për trajtimin e dopsimit, por edhe për testet e intolerancës, për ditët personalizuara dhe shumë mënyra të tjera, sepse nuk mund të themi që është vetëm kjo mënyrë për të dobësuar apo për gjetur. Unë zakonisht këto trajtime që bëj i klasifikojnë ndoshta tek personat të cilët nuk janë shumë të vullnetshëm për të arritur të humbin peshë në një periudhë të gjatë kohore, por duan në një periudhë të shkurtër kohore, në një periudhë më të shpejtë, por gjithmonë duhet kemi parasysh që trupi ynë është shumë rëndësishëm të jetë në forma perfekte gjatë gjithë vitit. Dhe ne duhet kemi të kujdesshëm gjatë gjithë vitit në mënyrë që mos të kemi të luhantit e peshës her pas here. Këto janë esenciale për të pasur një trup shumë të mirë. Gjithsesi, pandemia natyrisht ishte një bombë, le të themi, jo vetëm për e dim tashmë që ishte një problematikë e cila lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë ndoshta me stresin. Stresi është faktor dominant për shtimin në peshë, por unë nuk është që bë komplet fajin asaj pandemie të shkret, sepse edhe në vitet të tjera në këtë periudhë Bukur, mirë. Profesor Dr. Anila Kalleshi është për dicatën herë në këtë program, për në bidu të jetë sërish në të ardhmen, sepse jo vetëm unë kam kënaqësinë e madhe që ta kem shpesh, po më vjen mirë sepse gjithmonë thot detaje shumë të kuptueshme, sepse ka edhe të tjerë në Shqipëri, në gjithë botën në fakt që ndonjëherë juve profesor doktor flisni me një gjuhë që ndonjëherë s'kuptoheni, do prandaj të dua shumë se je shumë e qartë në atë që thua edhe njerëzit e bini që të kuptojnë shumë mirë. Faleminderit shumë Anila Kalleshi që ishe sot tek programi im. Faleminderit shumë Geli, për mua është shumë kënaqësi sepse ti më zbukuron ditën. Ta di se më zbukuron ti mua, po jo dhe mua, po gjithë dynjasin na shikon sot. Faleminderit shumë, të uroj shëndet të plot, të shkëlqesh gjithmonë siç edhe po të shoh sot që e bër shumë e bukur si gjithmonë, edhe të shtoft puna atje. Jam bindur se ke nevojë për këto gjëra se puna aty vlon. Faleminderit Anila. Bukur, e lëm pas profesor doktor Anila Kalleshin edhe këtë informacione shumë të dobishme në fakt që na vlejnë shumë, sidomos në këtë ndrimin e stinëve. Kam njohur shumë njerëz këto kohë që më thonë që erdhi pranvera, tani gjaku jonë është duke u holluar, duke vluar, jemi bërë çik si më happy, më të lumtur këto kohë. Ndoshta si pasojë e faktit që pandemisë duket sikur po i vjen fundit, paktën kështu shpresojmë, edhe urojmë që të paktën sot të keni marrë të informacione të lezetshme që mund t'ju vlejnë në lidhje me të ushqyerit shëndetshëm gjatë pranverës, po edhe për juve që keni shtuar ndoshta paksa në peshë e doni që të bini në peshë. Ju e dini shumë që ndoshta mund të ketë nga ata që se kanë parë emisionin nga fillimi deri në fund sot, kështu që bëni gjëra të shkurtër edhe shpejt në YouTube te kanali Styri TV për të parë këtë program që me shumë gjasa do transmetohet në YouTube për ndoshta 3 ose 4 minuta pasi unë të them ciao.